Ishte përcaktimi që bëri zoti Berisha, pra Shqipëria ka një rënje dramatike në fushën e prokurimeve publike, 14 pikë më pak në 2026, dhe ai ishte kundër reagimi i zotit Rama se Budalla Lëku ka kufi vetëm vetveten, kemi bërë progres të madh, thot ai, me diellën do të arrijmë nivelin më të lartë europian, e të tjera me radhë ju e dëgjuat. Në fakt, duhet thënë se prokurimet publike në Shqipëri qëndrojnë në një vijë shumë të hollë, midis standardit avancuar ligjor, pra asaj që ekziston në letra, dhe një dështimi eventual asaj që qëndron në praktik. Ndërsa sistemet elektronike sigurisht kanë përmirësimet e veta, edhe pse sërish të kritikuara, praktikat e tenderimit shpesh faqin munges transparence dhe konkurencë të ullët. Opozita thot se situata me prokurimet në Shqipëri është alarmante. Kujtoj se deputetja e Partisë Demokratike, Jorita Tabaku, solli në vëmendje pak ditë më parë se janë tenderuar rreth 2.2 miliard euro në koncencione, ndërsa rreth 1 miliard euro prej tyre janë në hetim zyrtar për korrupsion. Edhe pse denoncimet janë thuajse të përditshme, si nga kjo opozit, po ashtu edhe nga media, kreu i qeverisë se dëgjuat tha se është krenar për mënyrën se si bëhen tenderat apo prokurimet publike. Në podcastin e fundit e kishte në fokus këtë çështje zoti Rama. Pyetja është, prokurimet publike janë standard apo janë dështim? Panelit i është bashkuar edhe kolegja gazetare Lindita Çela nga shteg.org. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në studio. Ta nis me ju. Si është panorama në sytë tuaj e prokurimeve publike në Shqipëri? Unë do të nisja me deklaratën e kryeministrit. Në gjykimin tim, sa deklaroi kryeministri, nuk mendoj që përbën një deklaratë të besueshme, sepse thot i referohet raportit, po asnjë nuk di se cili është raporti. Pra, deklaratë publike që mund të shërbej vetëm narrativës së tij politike dhe për të bindur disa persona të cilët apo forcën e tij politike, por jo një gazetar që pyetjen e parë që mund t'i bëj vetes ose t'i bëj kryeministrit që t'ishte ky raport i besueshëm, nëse ne kemi këtë lloj arritje në sistemin tonë të prokurimit, duhet të dilte një raport. Më pas të dilim në pyetjen kush e ka hartuar këtë raport, sa kredibël janë autorët e këtij raporti, sepse mund të jetë sërish një institucion qeveritar, dhe sigurisht që qeveria ka ose punojësit mund të arankojnë jo vetëm të vendin më të pari në rajon, por edhe në glob apo edhe në galaksi, janë institucione ata që e firmosin. Pra, që këtu nis pikë pyetja. Së dyti, sa i përket panoramës së prokurimit publik, të dhënat që nuk e thonë gazetarët apo dhe deklaratat publike, po janë hetimet të përcaktuara. Në qoftë se ne do bëjmë një analizë sa i përket çështjeve të prokurimeve apo dhe të hetimeve të mëhershme, në qoftë të prokurive të rretheve apo prokurisë krimeve të rënda apo prokurisë spakut që kemi ne tani, në 2 vitet e fundit, ajo që shohim dhe mendoj që ka kthyer pak ose ka krijuar një perceptim më së pakut për gazetarët që t'i referohen, janë se hetimet janë përqendruar pikërisht tek procedurat e tenderimit. Në të gjitha dosjet, ndoshta më vonë do mund të them dhe sa statistika. Dhe në statistikat që unë mora për emisionin tuaj, i themi për 2 vitet e fundit, paktën për nga prokuria e posaçme rezultonte që ishin 328 procedime penale për shkelje të barazisë në tendra, për shpërdorimin e detyrës, dhe peshën kryesore fokusohet tek nenet që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe sigurisht për shkeljen e barazisë në pjesëmarrjeve në tendër. Pakte në disa, këto procedurat ose fokusi i prokurimeve publike, sa i përket hetimeve më hershme, nuk është se kam pasur. Në qoftë se do kishim pakte në eksperiencën e dosjeve ose të raportimeve që ne kemi bërë, ne shifni ishin ngritur akuza penale të themi, por asnjëherë nuk shkohej asnjëherë, është fjala e madhe, ndoshta kërkoj ndjes, por përgjithsisht hetimi nuk përqendrohej te Komisioni i Vlerësimit të Ofertave. Në qoftë se do lexojmë së fundmit paktën e hetimet që janë përqendruar, aty do shohësh në të gjitha rastet e së fundmit, po them, paktën që kanë qenë procedurë, do shohësh antarë të Komisionit të Ofertave që nuk mbajnë përgjegjësi. Ka deklarata të tipit nuk e mbaj mend. Ka deklarata ose janë komunikime në mesazhe që urdhërohen. Pra,
Mjafton të shohim këtë panoram, pastaj dhe të kthehemi sa procedime janë hapur, sa Te persona janë në te kjo shifra që më dha. 629 persona të proceduar vetëm nga